Besoj që do të jetë në mesën e 25 deputetëve më të votuar. Në këtë listë do të jetë vlerimi. Vetëm që nuk mujmë me atribu komplet barën politike tash të vlerimi pse ka vendosur me i. Vlerimi nuk është i sprovuar në politikë. Vlerimi nuk ka bo gabim, vlerimi nuk ka bo faj ende si përfaqësues politik. Edhe na duhet me pa që është performancë si përfaqësues politik. Unë nuk më thonë dje duhet më fut në kuvend, sepse debati në kuvend duhet me kalu në një nivel tjetër. Dhe jo që kemi pa detash, është pikërisht vlerimi, por dhe figura tjera që në për parti tjera se po shoh plot emra. Qërë shembull të LDK-s se mësë me kalu. Unë me qenë votu si LDK-s, për me kom problem konelo jashtë dheqës në LDK, se listën e ka të rëzakashtë. S'ka diskutim, unë përshoj listë është, listë që tu me mendu, këtë se i analizohat të gjitha listat kjo e LDK-s më ngjashtë më shumë. Fani shpresh, gjëna me lonë shumë njerëz jashtë mësë me votu. Pra LDK-ja ka edhe një 30% listën më të mirë krahasuar me datën 9 shkurt. Listën e ka vërtet jashtëzakonisht. Në listat e tjera, ka individ që ka këtu. Kështu që kur po them duhet me u pasuru kuvende me figura si vlerimi, është për shkak të këtij debati të mirëfill që i duhet kuvendit. Jo debat që shemi mësuar në studio për performancë me bëu këtu, por debat direkt për ata që e prek jetën e qytetarit përmes propozimit të ligjeve, përmes propozimit të amandamenteve, përmes shtyrës përpara të shumë prej veprimeve që na përmirësojnë neve jetën si qytetar e atyre si përfaqësues politik që besoj e kanë obligim mos i ta marrë votën. Unë shumë shpresoj që vlerimi, por dhe Viktor dhe shumë tjerë që janë pjesë e jone që kanë qenë në këtë rrugtim, i bashkon kësaj rrugë të re që lidhet me politikë, sepse ne jemi bindur që kanë më dhënë kontribut të